Lëvizjet e brendshme të popullsisë në Shqipëri po dominohen gjithnjë më shumë nga gratë e reja, të cilat po largohen nga qytetet e vogla dhe zonat rurale drejt qendrave urbane, kryesisht për studime, punësim dhe pavarësi ekonomike. Të dhënat e publikuara nga Instat në raportin Gra dhe Burra 2025 tregojnë se gjatë vitit 2024 ndryshuan vendbanim brenda vendit 16.289 gra, ndërsa numri burrave që u zhvendosën ishte dukshëm më i ulët, vetëm 9.303 burra. Pesha më e madhe këtyre lëvizjeve përqendrohet tek vajzat dhe gratë e reja në moshë studimi dhe pune. Vetëm në grup moshën 20 deri në 24 vjeç rezultojnë të jenë zhvendosur mbi 3.000 gra, ndërsa në grup moshën 25 deri në 29 vjeç numri arrin në afro 3.800 gra. Në të njëjtat grup mosha lëvizjet e burrave mbeten shumë më të ulta. Sipas ekspertëve, kjo tregon se gratë po bëhen gjithnjë më aktive në kërkimin e mundësive për arsimim, karrierë dhe një jetë më të pavarur ekonomikisht. Tirana vijon të mbetet destinacioni kryesor i këtyre lëvizjeve pasi përqendron pjesën më të madhe të universiteteve, administratës, sektorit të shërbimeve, call centrave, teknologjisë, shëndetësisë dhe arsimit, fusha ku punësimi i grave është edhe më i lartë. Megjithëse raporti evidenton se lëvizjet e brendshme kanë rënë në total krahasuar me një vit më parë, diferenca gjinore mbetet e fortë. Në vitin 2023 kishin ndryshuar vendbanim mbi 19.000 gra dhe rreth 12.000 burra. Ekspertët e demografisë e lidhin këtë trend me urbanizimin dhe ndryshimet sociale që po ndodhin në vend. Nga ana tjetër, kjo lëvizje po ndryshon dhe profilin social dhe ekonomik të qyteteve shqiptare, ndërsa qendrat urbane po mbipopullohen dhe po tërheqin gjithnjë më shumë të rinj, shumë qytete të vogla dhe zona rurale po humbasin popullsinë e re femërore, çka ndikon drejt për drejt edhe në lindshmëri, strukturën familjare dhe zhvillimin ekonomik lokal.